shenja që mund të marrin nga një burr. Zëri i tyre vlen të dëgjohet dhe le ta bërtasim së bashku, i themi dhunës jo. Le t'i themi dinjitetit, dashurisë dhe respektin ndaj femrës një po të madhe së bashku. Ju falenderoj edhe një herë që jeni këtu pjesë e jona dhe do doja ta vazhdoja me një video mesazh i cili është video nga zonjat e larguara nga organizata MEK. Ja, do qëndroj, dhe nëse shkoj në fermë me ty, ndërkohë, organizata na i mori para dhe Floriri. Jam Nasris Ebrahimi. Jetoj në Zvicër për më shumë se 6 vjetë. قبلش هم 10 سال از بهترین سالهای عمرم Para kësaj, unë humba më shumë se 10 vjetë që mund të ishin vitet më të bukura të jetës time në Irak. سازمانی که ورود به اون Një organizatë që ishte e thjeshtë për të hyrë, por shumë e vështirë për të dalë. خب موقع اومد Në atë periudhë gratë dhe burrat u ndanë. ما زمان رفتیم توی یه دونه مرکز مردا دیگه Gratë تو por ti e grua e re. من نمیدونم Nuk e di pse ata mendonin kështu. تو باید بتونی فردا بچه دار میشی Do kesh fëmijë në të ardhmen, dhe në bash fëmijë në duart e tua. عملا وقتی تو یه دستش Me një dorë do t'jetë e vështirë për ty. و من Nuk do نکردم ta pres krahun. Do bëj një operacion me iniciativën time. این عمل رو کردم ولی 3 روز فقط 3 روز شانس داری Ke 3 ditë mundësi për t'u përmirësuar. به زور که ماها رو وارد Ata na dërguan në operacion me forcë. Na detyruan të ndaheshin. به زور ماها رو وارد طلاق کردن. یعنی مسعود همیشه میگفت شماهایی که تو Masod thoshte, ti ke ngecur pas burrit tënd. ای توی Është edhe flokët i nxjerrja nga shamia. الان میگه رو سر Tani më thoni të hish shamin dhe të vesh këtë rroba. که همون خانم Një grua e quajtur Batoul Rajavi më tha, برگشت اومد به من گفتش که مگه تو طلاق ندادی؟ a nuk u ndave, از طریق ti u ke dhënë dorën Masud dhe Mariam Rajavit. Rreth 25 antarë të këshillit nisën të hiqnin rrobat e tyre. Dhe nisën të hiqnin edhe rrobat e vajzave të tjera që ishin në një rang në mua. Mariam dhe të tjera po i nxitnin. Më e përkushtuar, jeti, hiqi rrobat e tua para liderit tënd. Takimin u bën në këtë mënyrë për 3 apo 4 orë. Ato përcyen. Masud në fillim pretendoi sikur pati pak kënaqësi me prezencën tonë aty. Pastaj u rehatua duke na parë neve. بله Burrat i pastrojnë tanqet. Pse gratë mos e bëjnë? نمیدونم یعنی ببینید بهره کشی جنسی Ata na shfrytzuan seksualisht. یعنی بدترین اینا رو میتونم بگم که